Pas dominimit voleybollit shqiptar që për vitin 2022 ku ka fituar 2 tituj kampion dhe pa aq Kupa Republike, si edhe trofe të tjerë të rëndësishëm, Skënderbeu përballet këtë sezon me një sfidë të re, rindërtimin pothuajse nga e para të skuadrës femrave. Largimi i 7 lojtarëve titullar ka krijuar një boshllëk të ndjeshëm në përbërje, por trajneri Olcia Xhillari shfaqet optimist dhe beson fort se edhe në këtë situatë të vështirë, Skënderbeu do të jetë mes ekipeve që do të luftojnë për titull. Këtë sezon janë larguar diku në 6 ose 7 lojtare, mos qoftë ai gabuar, lojtare të formacionit dhe lojtare që kanë qenë pjesë e ekipit të Skënderbeut. Nuk do thosha e vështirë, do thosha një sfidë më vete që ne të gjithë së bashku besoj se do t'ja dalim. Kjo është një sfidë dhe patjetër që është e vështirë, po ne jemi këtu për t'ja dalë, kështu që besoj që ne do bëjmë diçka për ekipin tonë dhe për qytetin tonë. Me lojtaret shqiptare që ne do sjellim këtu dhe me gocat tona që kemi, gocat e talentuara, besoj se do bëjmë një ekip që patjetër do jetë konkurrues në kaqe dhe mbas edhe shumë lart. Nga ana tjetër, specialisti i njohur i voleybollit Michel Pili e sheh zgjidhjen për ngritjen e skuadrës tek përfshirja e lojtarëve tuaja me nivel të lartë. E vetmja mënyrë që ne të luftojmë fuqishëm është që lojtarët e huaja, që sot janë bërë pjesë e kampionatit shqiptar, duhet të jenë të nivelit lartë. Pra në qoftë se do merrim 2 shqiptare, më mirë të marrim një tuaj me atë vlerën e atyre 2 shqiptareve. Dhe këtu do të kujtoj vitin e parë që Skënderbeu doli kampion, ishte një ekip me 6 vajza. Pra rezervat që janë sa për të numër. Në kundërshtim me vit që ne kishim 2 ekipe brenda. Dhe diferencimi ndodhi e kundërta e asaj që ishte, pra kishim pothuajse 2 ekipe brenda dhe nuk e arritëm qëllimin. Prandaj them që për të bërë të paktën në këtë vit, duhet që lojtarët e huaja që pretendojnë të merren nga klubi, nga bashkia, nuk e di kush do jetë, ose nga presidenti që mund të kenë, se nuk e di pjesën e organizimit të klubit, duhet të merren lojtarë cilësore. Ndërsa merkatoja është ende hapur, drejtuesit e Skënderbeut po punojnë për të afruar emra të rinj, që u t'japin jetë një projekti të ri, por me të njëjtin objektiv të qëndrojnë në majën e voleybollit shqiptar.